Kreu i BDI-s Ali Ahmeti nuk friksohet se LSDM-ja mund t'i marrë votat e shqiptarëve sepse sipas tij, kjo parti nuk ka prezantuar platformë në interes të shqiptarëve. Ahmeti tha se listat e kandidatëve për deputet do t'i dorëzojë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve në afatin e parapar, gjërgjësisht më 11 nëntor, por nuk tregoi nëse ato do të bëhen publike paraprakisht dhe as nëse në këto lista do të ketë emra të ri. Nuk jam duke u friguar, por zoti Zaev duhet të dalë me platformë për shqiptarët dhe jo të marrë të kërkoj votat e shqiptarëve, por do t'ju ofroj platformë, do t'ju ofroj ofertë. Çka u siguron e shqiptarëve, çka u garanton e shqiptarëve? Unë jam duke i zhvilluar bisedimet me zonat, jam duke i zhvilluar bisedimet me përfaqësues të rrethave, gjithashtu edhe me koordinator të Bashkimit Demokratik për Integrim, për të hartuar listat që ato të jenë të gatshme me 11 nëntor. Ahmeti nuk dha siguri që nuk koalicionojnë me persona që janë të përfshirë në hetime nga Prokuroria Speciale, por tha që kjo mbetet të diskutohet pas përfundimit të zgjedhjeve. Kjo është temë që mund të diskutohet pasi të përfundojë procesi zgjedhor. Ahmeti shtoi se është i kënaqur nga puna e deputetëve të deritanishëm të BDI-s, që sipas tij kanë pasur një mandat të ndërlikuar.